Në 2 korrik të vitit 1990 mijëra shqiptarë hynë në territorin e ambasadave të huaja që funksiononin ato në Shqipëri në kërkim të lirisë së munguar prej 5 dekadash. Brenda pak ditëve në oborret e ambasadave të Gjermanisë, Francës, Italisë dhe të Greqisë kishin ngritur kampin e fushimit, rreth 5.000 refugjat shqiptar që kërkonin azil politik. Edhe pse nuk e dinin se ku do të përfundonin, shqiptarët kapërcyen muret e selive diplomatike në Shqipëri me një qëllim të vetëm: ikjen për në perëndim. Kjo ngjarje është konsideruar si rënja e murit të Berlinit në Tiranë, që më pas do të sillte edhe zhvillime të tjera për të kulmuar në dhjetor të vitit 1990 me lëvizjen studentore dhe lejimin e pluralizmit politik. Në këtë 35 dhjetor të hyrjes së shqiptarëve në territorin e ambasadave të huaja, Ambasada Gjermane në Tiranë publikoi online një ekspozit digjitale me imazhe nga kjo periudhë. Në ambasadën gjermane kërkuan strehim më shumë se 3200 persona, ndërkohë azil kërkuesit në total arrinin në 5000 vet.